Sot po du me gatu bok, shtëpis. Buk Që she gatujmë në shtëpi. Hajde se, sinqerisht, këta se kemi gatu as njëherë dhe sigurisht që dikush nga të rejat ka nevoj me mësu. Edhe recetën e bukës. Ka lloj mënyre të uljes e brumit të bukës, ama kjo mënyra që na e bojna këtë. Në Është shpetohen ma po flas. tradicionale, apo është... Buk në rruba. Pra buk në rruba, buk mazore, i thot dikush, ose formën e pitalkës. Qashtë, veç mallësia e madhe. Po, hajde të shohim Krepi qetë. Edhe ma e buke. Po, kjo është e terne këtu. Po, që ta e përdorja në. Edhe ujtë në nxehtë, të vakt. I vakt. Po. Pra hana njëherë qëtë mielin. Po. Mas ne produkte tjera. Masën e ke me miell. Se kam pa që dikush masën e ka me ujë. Njëherë qëtë ujë, mas ne qëtë miell deri sa të formsohet brumi. Mos i sa djena ka lavlak, një 3 buk të me qitë se ka. 3-4 si... Po, në rruba. Ato janë pak ma të mëdhaja se pitalkat, apo? Po, ma të mëdhaja. Normalisht këte po e gatujmë me miell gruri me gluten, apo? Po, me gluten është kjo. Nuk është pa gluten, sepse thjesht e keni pa ju që hana e ka edhe faqen e vetë, edhe gatuan për ata që janë të interesuar për të porositur të hana. Unë i kam shiu edhe ushqimet pa gluten, janë vërtet mrekullueshme, të gatume mirë. Tashmë ata që e din se çka është problematika ati mielli për mu punu, ja din sigurisht edhe hanës rëndësin shumë. Se shumë njerëz kanë provuar, po vërtet është shumë i zërshëm për të gatuar ai miell. Kështu që, thoj një fjalë popullore, punës huj, thuj puna marë. Ose zanatit huj, thuj puna marë. Me që nuk dim me batë. Po dhe ushqimet pa gluten nuk kanë diçka na ju tregoj shumë mishterive më keq prej tyne që edhe nuk mu ju kthej përgjigje se aty po kam punë edhe më lypin shumë receta, qysh me bo këto, qysh me bo këto. Po ju nuk kanë ndaj dallim, shumica janë krejt si tonë. Po, njëjtë janë, por është problematika e miellit. Dorës, sigurisht. Po. Edhe dora qysh e merr, qysh e gaton se nuk ka diçka me thon. Normalisht, që gjithë shka bëhet edhe me përvoj. A duhet shumë me unë gjesh këj brum? Unë e që shtë në gjesh. Unë po të pës ty që shë bënë. Pra, do me thonë e në gjesh. Në gjesh i pa ma shumë. Edhe sigurisht del ma qeshme se kështu e ke provu. Kja duhet, ma duhet. Je bëshpoj largohen prej pamjes. Pra hana, u kry brumi, apo? Po. Ta manë unë gjesh. Sa kohë duhesh me lanë për me... Duhet me lanë brenda një ore, dëfishot edhe tani vazhdojna me të hollimin e tyre deri te pjekja. Mirë, pra parafërsisht një orë, edhe normalisht që duhet me qenë edhe ambienti ma i ngrohtë, a? Po, normal. Varet se ku e lenë. Po, nëse e konë zëcin, shpen, adi vjen ma shpejt, nëse është ftaf, nuk mundet me orë. Po, punohet ma shumë. Po e presim brumin deri sa të vjen. Ka shku dikon, e vjen tani këtë mas një ore. Edhe mas ne, qka du me na bo diqka se buka thot s'hat. S'lëshoj pa që diqka, për që atat këmë du me bo do patate mbushura me misht barë me kaqkavall me sa bëhen. Do misht ta këmë bërgjit ata ekstra. Tu e pregaditja ma herët, se do në procedurën ma herët me bo, e bëj edhe një sos. Mirë, mishin e ke pregadit, po e shojmë më furë, pra ma herët, për jashtë kamerës, mish të... Mish të lopës është, fiqet. është me bri. Zakonisht ata e marinoj 2-3 ore la... Bri viqi, po. Mirë, ne do t'i gjirojmë edhe patatët e bushura, edhe mas ne mishin e kemi të gatshëm e komentojmë se si është përgadit, të shofim pra patatët rini me neve se kemi hala me pa diqka. Me që kemi lënë brumin për me ardhë, mu dyfishu pra, brumin e bukës, edhe tash ka nis me përgadit patatët që i përmeni hana, po shojmë shumë produkte hanë, gjithë këto produkte për mbushjen, apo? Po. Mish i bardh edhe këpurta, sos domates edhe krep biber veged, biber zi, kurkum maqtu. Pra këto e me mesat.
A përgatitet njëherë kjo? Fërgohen këtu me... Po, njëherë kam I fërgu të gjitha këtu, deri sa të bajnë hapjen e patate, tani për mbushje. Hajde pra po nisim dal nga dal, qep nuk po shof. Jo, nuk I qes. Ska qep, a? Si pas shijes të njerëzve mujnë mi qitë speca e tana e une që ta... Mirë. Se zakonisht jemi mësuna, qepën nuk përdur shumë. Prandaj thash a ke harrua me qëllim. Edhe kam përmend edhe njerë në emision, një shoqe imja, sa që të regon të receta, që e marrë një qip të madhe, edhe filloj keme të regu, edhe njerë për na të regon një ambëlsirë, edhe unë e pëthëm, a e merë qipën e madhe kësa hera ju? Tha, jo, vesh këtu se marrë. Pra mish të bardh, copza të mishit, përpudhat freskta. I vazhdojna me... Melmesat krip. Normalisht melmesat hidhen pas së shijes. Piper I kuq, veget ose erza të përzira. Kërkuma dhe biber të zi. Edhe ato mo fërgu bashk. Po, I lojnë atë gjitha me fërgu, deri sa të... Kjo nuk të duhet, a? Jo, jo ata për së, se këmë bë. Pa këto fërgohen dal nga dal për me pregadit mbushjen. Mirana, mund është me njës me bë hapjen e një patate, Une në ndërkohë ndihmoj atje për me I përzi, jo për tjetër, po me pas arsye me hangër masnej. Se edhe pa punu e me hangër s'ka lezet. Megjithse ka kohë, nuk vjen shumë për ngut. Pra hapjen vetëm e formon pak një mesin ja hapa. Vetëm mesin ja baj. Unë po ja baj me luk. Okej, sa me pas se si bëhet një formë. Patatja pak më e madhe, pak më e vogël, apo zakonisht më të mëdha janë më të mira se mbushet më e mirë edhe për çfarë arsye. Këtë recet ke fillu sfummi me përdor apo e ke pas edhe më herët? Jo, kohëve të fundit po e praktikoj këto. Ma ka tregu një shoqe imja, Mike, Adilën që e përshëndes shumë. Aja ma ka sugjeru se ushqem shumë I mirë edhe I sheshëm. Hana, me që je një tip, një tipesh, që bën shumë eksperimente në kuzhinë, a ka diçka që të ka dështu kështu, në eksperiment që ke provu për herë të parë, që të ka dështu shumë? E është fjalla, se jo... Më kanë dështu zakonisht në fillim martesës, se jam konkurrështore gjithmonë me pregadit ushqimet, edhe ku më dështu 2-3 herë, po... Hajtë të regona, a e kem shef? Jo, valla se kom shef, se s'kom pas sherë, kom qitë nërse tame që e prisha. Pa pas... Se s'kom ditë me më shef. Pa pas guxim për me provu kështu, nuk mund është me u bo ekspert I asgjaje. Ja, qaja kom prish nërse tame, krejt familjes. I thësha vjerës temë, thësha ma me prisha, hajtë hanë se s'ko gole. Tu I prish sa në ti mësën, edhe ma mirë. Normalisht, edhe duhet me pas guxim për gjithë shka. Gjdo pun duhet me provu. Ja, për ata stut na esh, për gjithë shka provoj.